Fotografia dytë është një fazë dhe jetës teme shumë e vështirë. Fakt. Këtu ka djali më pa në spital. S'kisha pas qef më hi shumë këtë temë, vish kom kalu dishka shumë të keqe, edhe tash jom shumë mirë. Kështu që e vlerësoj jetën shumë a shumë mas asoj ngjarjes që ka ndodhur. Një sfidë shëndetësore. Sa zgjati? 10 muaj mas lindjes djalit ka qenë, edhe ka zgjat 1 vjet jom kanë shumë keq, edhe do më thonë e kina kalu mirë është tash. Si e përjetoje? Çfarë mendoje në atë kohë? Si e kaloje kohën? Në fakt, kom lexu shumë, edhe jom lidh me fen, këtë aspekt jom lut shumë, edhe më ka ndodhë edhe shumë sene që thoj ka doktore janë të pamundshme, më ndodhë një shërim në qitë situatë, e mu më ka ndodhë, që aty kam nisë edhe më besu shumë. Edhe kështu më marrë me energji. Mrekullit ndodhin? Po, mrekullit ndodhin, më marrë me energji të mira, mos më marrë me njerëz, se edhe në qatë situatë ku jam konë ka pas kritika, pra menoje. A thu për çka është në spital, mos o të bëna ndërhyrje kirurgjike, estetike. Po, estetike, gjithmonë ka kritika, kështu që edhe e kom po vetën, kom thonë që tash unë jam në shtratë sun quna, nuk guxesha më dal jashtë as kur gjo, kom menu tash këtë dhumen me pas me pare, çka bojën e me ato pare, shëndetin nuk e blen kur gjo hiq. Kështu që du të me vlerësu çdo një sekund, mos rrini me kërkon që jo bën keq, edhe hani mirë, shëndetshëm, bëni sport, merri shumë me vetë vetën. A janë momentet e tilla, momente që të bëjnë me mësu edhe me kuptu ma mirë jetën, më kanë shëndetin? ndryshu në ekstrem. Komplet tjetër person jam mas kësaj ngjarjes që më ka ndodhur atëherë. Faleminderit shumë që e ndave me ne. Fotografia tjetër me një grup vajzash. Po, kjo është bashkëpunimi jam i parë që tregova dhe më herët në Amsterdam, në Hunke Möller, kena shku krejt vajzat bashkë, influencere që na kanë të ftune, edhe jom kanë shumë krenare që e kom pas këtë mundësi, atëherë është kanë bashkëpunimi jam i parë. Ndërkombëtare këto? Po, nga gjitha shtetet e Evropës. Për çfarë bëhet fjalë, çfarë ka pasur ky? Hunke Möller është një brand i tjeshave të brendshme edhe të sportive, edhe aty unë e punojsha edhe qëtu pa të ndodhë tani bashkë. Tani me teshat brendshme, kur ke reklamuar, paragjykoheshe? Nuk bëj fotografi në teshat brendshme asnjëherë, bëj fotografi plazh, nëherë kur jam pushim veç për qef. Jo, po këtu si punë mendova mos e ke pasur. Jo, nuk e kam bë. Nuk e kam bë. Pse nuk bën? Se nuk e shoh veten. Jo që paragjykoj dikon, më pëlqen kur e shoh te dikush, po unë vetë veten nuk e shoh. Që bikinin është teshat e plazhës janë njëjtë material, po ma dhojnë mu një vibe tjetër, ma happy, ma pozon ndryshe njëri. Teshat